Pjesë e xahiletit është kur ngritet ndaj pushtetarëve musliman, ndaj udhëheqësave, puçet, pra gjitha këto janë vepra të xahiletit, sepse mushrikët kanë qenë ndarë, nuk kanë pas një udhëheq që i ka menaxhuar, që i ka arritur të mirat e dunjas së bashku, po kanë qenë ndarë, çdo fis se ka pas udhëheqin e vet. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kharaja ala sultani shibran, ai i cili ngritet apo e hek dorën e besatimit ndaj udhëheqësit e vet, shibran, një pllom, ma të mitet në gjahilije, ka vdek me një vdekje të ignorancës, apo men qatele tahte rajetin amije, edhe ai i cili lufton pas dikuj që nuk ka flamur të qartë, ai kutile kitleten dhe kitletun gjahilije, ai ka vdek me një vdekje të ignorancës. Prandaj, ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, abghadu an-nasi ila Allah, njeriu më i urryer te Allahu është mubtaghin fil islami sunnet el jahiliya, ai i cili përhap mesin e muslimanëve, mesin e islamit dhe janë vesh vepra të xahiletit.